Një ditë para fillimit të zbatimit të ligjit për të huajt dhe atij për automjete, Bashkimi Evropian e dërgoi në Prishtinë përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Ai shprehu kërkesë që implementimi i dy ligjeve të mos jetë i menjëhershëm, por gradual dhe të mos i ndërpres shërbimet shëndetësore e arsimore për serbët lokal. Zbatimi i tyre preke dhe strukturat paralele arsimore e shëndetësore serbe e për të cilat kryeministri Albin Kurti në një takim me ambasadorë rreth 2 muaj më parë e pati shtruar nevojën që të shkrihen në sistemin e Kosovës. Pas takimit me Kurtin dhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, Aivo Orav, Sorensen kërkoi lehtësira për serbët. E konsiderojmë prioritet kyç që qeveria e Kosovës t'u siguroj leje qëndrimi punëtorëve dhe studentëve të përfshirë për një periudhë fillestare prej 12 muajsh, në mënyrë që të parandalohet çdo ndërprerje e shërbimeve shëndetësore dhe arsimore. Për të siguruar mos ndërprerjen e shërbimeve, i kërkuam Kosovës të lejoj përdorimin e letërnjoftimeve të lëshuara jo më vonë se 15 mars 2026 nga Serbia për ata që jetojnë në Kosovë, si mjet identifikimi për proceset administrative. Diskutuam për zbatimin i cili do të fillojë nesër. Kemi pasur bisedime intensive me qeverinë e Kosovës gjatë javëve të fundit. Dhe sot ka marrëveshje për zbatimin e ligjit për të huajt me hapa thelbësor shtesë, para së gjithashtu sa i përket procesit të regjistrimit të serbëve të Kosovës dhe lejes së përkohshme të qëndrimit. Për këto lehtësira u pajtua kryeministri Kurti. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë fakte civile, të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale. Në këtë periudhë, aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Studentëve që aplikojnë, ai tha se do t'u ofrohet leje përkohshme qëndrimi për 12 muaj me mundësi vazhdime. E për punëtorët në institucionet arsimore e shëndetësore, ai theksoi se ministritë respektive, në koordinim me Sorensenin, do t'i përcaktojnë procedurat dhe afatet për inkorporim a licencim. Kurti bëri të ditur se bashkë me lehtësira do të vijojë angazhimi për integrimin e 2 sistemeve paralele brenda kornizës ligjore të Kosovës. Dua të potencoj që nuk është interesi i Republikës Kosovës që zbatimi i ligjit për të huajt dhe i atij për veturat të prodhoj pengesa në ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët. Por po ashtu dua të theksoj fuqishëm që njësoj është qëndrimi i Republikës Kosovës, që në Kosovë nuk duhet dhe nuk mund të ketë mekanizma ilegal të cilët mirëmbahen e financohen nga një shtet jo miqësor e që nuk e njeh Republikën e Kosovës. Ligji për të huajt i miratuar më 2013 parashes se shtetasit e huaj nuk do të lejohen të qëndrojnë më shumë se 3 muaj në Kosovë, pa u pajisur me leje qëndrimi apo pune. Ai për automjete thekson se veturat me targa të huaja nuk do të mund të qarkullojnë në trafik për më shumë se 3 muaj. Për ata që i shkelin kushtet e qëndrimit në Kosovë, parashihen masa të rrepta nisur nga gjoba e deri tek urdhri për largim nga vendi.